Shpeshherë të paktën strategjia e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë vendosur theksin se Evropa është e dobët. A ka bërë një analizë qeveria shqiptare dhe konkretisht ju se ku duhet të pozicionohemi, pra krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo krah Evropës? Faleminderit. Ju faleminderit. Mund të marr disa pyetje dhe ndoshta bëjmë një tur për përgjigjet. Sara Demushi, Euronews Albania. Gjatë cili është qëndrimi juaj sa i përket marrëveshjes bazës Pashalimanit, ku ju keni nënshkruar një marrëveshje me Italinë, ndërkohë nga ana tjetër Turqia ka deklaruar se nuk tërhiqet. Këtu i referohem një interpelance me 2 janar, ku ministri i mbrojtjes në Turqi, teksa është pyetur nga një prej deputetëve, është shprehur se ne nuk tërhiqemi. Krahas bordit të paqes, Europa ka tensione me SBA dhe me Groenlandën. Cili është qëndrimi i Shqipërisë, duke qenë se ne jemi pjesë e NATO-s? Fiorella Beleshja, Dysenen. Zoti ministër, kam 2 pyetje për ju. E para është, në fillim të fjalës suaj ju tha që Ballkani mund mos jetë një fushë betejë tankësh, por perceptimesh. A keni një përgjigje ju për perceptimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, e cili ka cilësuar marrëveshjen mes Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit si një marrëveshje ushtarake sulmuese, duke ndjer veten e tij si kërcënim nga kjo marrëveshje? Dhe pyetja e dytë, përveç akademisë së aviacionit, a ka firmosur Shqipëria një marrëveshje për furnizimin me armë dhe dron me kompaninë izraelite Elbit System? Nëse po, sa është vlera e kësaj kontrate? Dhe së dyti, edhe sipas mediave, si izraelite por dhe mediave të tjera, kjo kompani është në hetim apo nën kontraktorët e kësaj kompanie për korrupsion dhe sipas mediave 13 kontrata nga NATO janë pezulluar nga kjo kompani. A ke një informacion të tillë? Faleminderit. Oliver Dalmuça nga Mësë në Televizion. Zoti Vëngu, edhe unë kam 2 pyetje për ju. Fillimisht, duke qenë se problematikat në Akshi, sipas vetimit të prokurorisë së posaçme, lidhen me sigurinë e sistemeve shtetërore dhe të dhënat, a ka patur një vlerësim të riskut nga strukturat e sigurisë kombëtare dhe çfarë roli ka pasur Ministria e Mbrojtjes, themi kështu, në koordinimin ndërinstitucional, dhe gjithashtu për të kuptuar, a parashikon Ministria e Mbrojtjes një rishikim të statusit të disa prej bazave që aktualisht janë dhënë për investime strategjike, duke qenë se një pjesë e tyre janë aktualisht objekt i hetimit penal, pra do të ketë një rishikim? Faleminderit. Okej, ju faleminderit, besoj mund të jap disa përgjigje dhe nëse do keni pyetje të tjera, patjetër që bashkë me stafin në dispozicion. Po i marr me radhë, përmendet shpesh në fakt çfarë bën Shqipëria, SBA-ja, BE-ja, pozicionimi. Ato që mund të them është që për Shqipërinë nuk bëhet fjalë për një zgjedhje mes të dyjave. Mënyra se si ne ndërtojmë politikën në fushën e mbrojtjes ka të bëjë me identitetin ton tërësisht euroatlantik. Besoj se është pyetje e gabuar në themel, sepse Shqipëria ka 3 element kur vjen puna ke garancitë e sigurisë kolektive. E para njëherë aleanca NATO si garanci sigurie, Bashkimi Evropian është më shumë, do të thoja, në rrafshin e një projekti politik dhe civilizues, dhe nga ana tjetër bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara është de facto boshti ku testohet besueshmëria jonë ushtarake. Nuk besoj se këto janë alternativa, janë 3 shtylla të njëjtës arkitekturë dhe në një lloj mënyre, dhe këto e vërtetojmë të paktën ne që merremi me fushën e mbrojtjes në mënyrë të përditshme, nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Për sa i përket pyetjes që më bë për sa i përket Pashalimanit, reagimi që vinte nga homologu turk, që është e vërteta homologu reagoi ndaj një pyetje që ju bë në kuvendin turk. Ne kemi një marrëveshje prej vitit 1992, e ratifikuar, rinovuar, ratifikuar sërish në 98-ën, që parashikon pjesëmarrje të forcave detare turke të stacionuara me rotacion në Pashaliman. Kjo është një marrëveshje shumë e dobishme për forcat tona detare, i qëndrojmë kësaj marrëveshje dhe nuk ka asnjë ndryshim për sa i përket kësaj marrëveshje, ndaj me të drejtë dhe homologu turk ka dhënë përgjigjen që ka dhënë për sa i përket qëndrimit të forcave me rotacion në Pashaliman. Duhet kuptoni që marrëveshja midis
Kajos dhe Fincantierit italian ka të bëjë me veprimtarinë e prodhimit në Pashaliman. Pra ne po krijojmë një kompani të përbashkët, ku shteti shqiptar do ketë 49% të pronësisë, të bashkëpronësisë, dhe pala italiane do jetë mazhoritare, me përgjegjësitë përkatëse për sa i përket investimeve në infrastrukturë që mbeten prona jonë, dhe linjës së prodhimit dhe të rinovimit, sepse kemi nevojë edhe për linjë mirëmbajtje të flotës tonë. Pra janë dy çështje krejt të ndryshme, nga njëra anë bashkëpunimi operacional dhe ushtarak stërvitor me Turqinë prej vitesh, dhe nga ana tjetër veprimtaria prodhuese. U përmend këtu trilateralja me Shqipërinë, Kosovën, Kroacinë. Patjetër kam vënë re her pas here një sens paniku nga deklarata zyrtare në Beograd, qoftë mediatike, qoftë politike. Atë që mund t'ju them është kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vet i pari që kam shprehur dhe ftesë, pse jo, që Serbia nëse gjykon se